Tek rinia është e zbehur arsyeshmëria. Ka shumë veprime që bën, ka shumë lëvizje që bën, por nuk janë të shoqëruara me arsyetim pse bëhet kjo. Nga se nuk mund ta konsiderojmë arsyetim ngopin e epshit, pasimin e epshit, dëfrimin në llogaritë të mësimit, nuk mund ta konsiderojmë të arsyeshëm, nga se kjo s'është arsyeshmëri, nuk është përputhje me arsyen. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu të nderuar e ushqen tek ne në vazhdimsi arsyeshmërinë, duke filluar nga besimi. Shiko besimin në Allahun te bareke ve teala, sa është i kompletuar, sa është i arsyeshëm, sa është i logjikshëm, sa është i kapshëm, sa është i shpjegueshëm. Nga se fatkeqësisht ka besime të tjera që nuk janë të kapshme, nuk janë të kapshme, nuk janë të arsyeshme, nuk janë të logjikshme. Për shembull, nëse ti beson në Zotin Gjelle Gjelalu, se ai është autoriteti absolut, ati duhet të bindemi dhe ati duhet të nështrohemi. Ti beson këtë Zot, pastaj pohon për te se lodhët, a është arsyeshme kjo, që ky tjetë Zot? Ose pohon për te se e zëgjumi, ose han e pin, e kështu me radhë. A mund tjetë kjo Zoti? Padyshim se nuk mund tjetë kjo Zoti. Kjo mund tjetë njëri i fort, mund tjetë i dobishëm, mund tjetë i dijshëm, ama Zot nuk mund tjetë. Nga se arsyeja refuzon që të kemi një Zot i cili varet nga kushtet e jashtme, varet nga buka, varet nga pushimi. E çka bëjnë njerëzit kur flen Zoti? Çka bën kosmosi kur Zoti është i lodhur? E pa arsyeshme. Andaj e ushqen gjithmonë arsyeshmërinë e besimit, e cila pastaj e mbush zemrën bindje. Për këtë arsye, njerëzit më të bindur në besimin e tyre janë muslimanët.